Deputetja e Partisë Socialiste dhe ish ministrja e jashtme Elisa Spiropali ka bërë deklarata kritike ndaj mënyrës së funksionimit të institucioneve dhe drejtimit politik në vend, duke theksuar se është përballur me këshilla për të mos folur publikisht. Sipas saj, kjo qasje është ndruar në një politikë që synon të kufizojë zërat kritik brenda politikës. Po më këshillojnë të hesht, me të njëjtën mënyrë që përdoret në këto raste, rri rahat, mos bëj zë, do të vërsulen, nuk ja del dot. E kuptoj këtë këshill, është praktike, madje edhe e mençur në një kuptim të ngushtë, mediokër, meskin, por është pikërisht kjo lloj mençurie që ka ndërtuar klimën ku ndodhemi sot. Ajo shton se në vend është instaluar një model ku institucionet nuk kanë hapësira për debat e vendimarrje dhe ku ligji interpretohet sipas nevojës dhe interesave të momentit. Problemi nuk është një individ, një konflikt, një votim në kuvend apo një keq kuptim brenda pushtetit. Problemi është një model që është instaluar gradualisht dhe që sot funksionon pothuajse pa pengesa, një model ku institucionet nuk janë hapësira vendimarrje, por instrumente presioni, ku vendimet nuk merren bashkarisht, por veç ku ligji interpretohet sipas nevojës së momentit dhe jo sipas parimit vizionar. Në deklarimet e saj, ajo thekson se ka qenë dëshmitare e këtij transformimi gjatë kohës që ka qenë pjesë ekzekutive dhe e kuvendit, duke përshkruar një kalim gradual drejt një administrimi ku institucionet sipas saj funksionojnë më shumë si zjatime të vullnetit të një rrethi të kufizuar vendimarrjesh. Vjen koha kur në një moment institucionet fillojnë të funksionojnë si zjatime të vullnetit të pak njerëzve. Disa ministri dhe agjenci shtetërore nuk reagojnë më ndaj ligjit dhe detyrës, por ndaj urdhrit, nuk i përgjigjen procedurës, por klanit. Dhe në këtë pikë, çdo biznes, çdo media apo individ e kupton se nuk është më përballë një shteti, por përballë një makinerie të shpirt që mund të përdoret kundër tij. Ajo ngreq gjithashtu shqetësime për klimën e presionit ndaj kritikëve, duke përmendur raste ku sipas saj sulmet shkojnë deri te familjarët dhe mbështesen nga strukturat dhe media të lidhura me pushtetin. Spiropali e cilëson këtë si një zhvillim shqetësues që tejkalon kufijtë e debatit politik, kur strukturat shtetërore të emëruara, të promovuara dhe të kontrolluara nga një njëjta dorë, tashmë jo vetëm formale, të papritura nga portale të paguara me para të errta, fillojnë të sulmojnë në mënyrë brutale deri edhe familjarët në punë të tyre. Atëherë kuptohet qartë se kufijtë janë tejkaluar dhe se nuk bëhet më fjalë për politik. Në fund, ajo kritikon edhe zhvillimet brenda Partisë Socialiste, duke thënë se energjia dhe debati i brendshëm po zvendësohet nga një model administrativ më i centralizuar, të cilën e përshkruan si drejtorokraci, që sipas saj po ndikon dhe në largimin e njerëzve nga politika dhe vendi.